Thot profeti alayhi salatu wassalam, pash një person i cili thot shëtiste në për xhenetet e begata, për çfarë? A kishte dhënë shpirtin për Allah? A kishte fal gjithë pasurinë për Allah? A kishte bën ai gjë të madhe për një deg peme të cilën e largoi nga rruga, thot profeti alayhi salatu wassalam. Ndërsa në transmetimin tjetër, thot ishte një person duke kaluar rrugë dhe kishte ra një deg pemë, kishte zonë rrugën, tha pasha Allah, tha vallahi, tha, do ta heq këtë deg pemë, tha që mos mundohet dikush tjetër mas meje, tha. E Allahu xheleshanu e falenderoi veprën e tij dhe e futi në xhenet, thot profeti alayhi salatu wassalam. A është vepër e madhe apo është vepër e vogël në sytë e njerëzve? Diçka e vogël. Ne që po merremi me gjërat kolosale, ne që po duam me rregullu hallet e ummetit, ne që po duam me zgjidh çështjet e mëdha dhe këto të vogla ja kemi lënë që kur hym xhami kpucët i lejmë rrëmur kedera, që kur takojmë njëri tjetrin i buzëqeshje nuk ja falim njëri tjetrit, që profeti alayhi salatu wasallam thot buzëqeshja është sadaka, që kur e thërret tjetrin ta thërrasësh me fjalën më të mira, ti fusësh gëzim zemër, siç na orienton neve feja jonë e bukur. E neve këto veprat që janë të vogla, neve i kemi harru dhe du me rregullu punët e ummetit, du me çliru ummetin islam gjithë, ndërkohë që neve akoma nuk di me respektu e me usjell me njëri tjetrin, e neve nuk e mendojmë ditën që do dalim para Allahu xheleshanu, gjithë secili për vetë në vetë, bëjmë llogaritë të tjerëve, ky si do ta ketë hallin dhe ky tjetri. Ora shif hallin tat. Shif hallin tat dhe përgjegjësinë tat dhe punën tat, si e ke para Allahu xheleshanu.